Zotohem solemnisht që mbas 4 vjetësh uji nuk do jetë më çështje elektorale, se është turp i madh. Ka 20 vjet turen gjitha burra, të gjitha partive tundin flamuj, do t'ju biem uji, do keni ujë 24 orë, uji. Kjo është një video që Edi Rama po thotë si 20 burra po tundin flamurin dhe për t'u thënë shqiptarëve se do kenë ujë për 24 orë. Atëherë, nga momenti që Rama është në pushtet dhe sot që është vitin 2026, çfarë ka bërë Rama? Domethënë, ai ka vizituar ndonjëherë Rama fshatrat e Shqipërisë për t'i parë këto fshatra dhe për të parë se si njerëzit përballen me mungesën e ujit, që është gjëja themelore, që është gjëja më basë. Pra, ai ka vizituar ndonjëherë Rama këto fshatra për të parë se si njerëzit po përballen me këtë mungesë ujit, duke pritur njerëzit vetëm gjysmë ore për të ardhur ujë dhe për të mbushur këto bidona, për vetëm nevojat për të mbushur nevojat bazë. Pra, çfarë ka bërë Edi Rama? Edi Rama i ka mbajtur premtimet që ka dhënë? Jo. Atëherë, unë kam një pyetje për juve. Si do ndiheshit ju nëse do përballessit çdo ditë me mungesën e ujit? Si do të ndiheshit ju po të prisnit me padurim vetëm gjysmë ore në ditë për të mbushur këto bidona me ujë? Mendimin tuaj ma lini në komente.